Ilir Vrenozi ka marrë një nga vendimet më të vështira që prej hyrjes së tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 5, duke vendosur të largohet përfundimisht nga gara. Vendimi i tij erdhi pas prajimit të mbrëmjes së dieshme, një mbrëmje e ngarkuar me emocione dhe zhvillime të forta, e cila duket se shënoi edhe fundin e rrugtimit të tij në këtë forma. Menjëherë pas përfundimit të spektaklit, Ilir Vrenozi u vendos në akuarium, aty ku pati mundësinë të takohej fillimisht me dy banorët e rinj të shtëpisë, Artanin dhe Aleksandrën. Takimi me ta u shoqërua me biseda të shkurtra, përshëndetje dhe këshilla, ndërsa më pas ai u përball edhe me tre të nominuarit e javës, Gretën, Angelon dhe Keisin. Atmosfera ishte rënduar dhe ndjer, pasi tashmë ishte e qartë se diçka serioze po ndodhte me Vrenozin. Pas këtyre takimeve, ai kaloi në pjesën tjetër të shtëpisë për të përshëndetur të gjithë banorët e tjerë. Në këtë moment, Vrenozi ndau hapur me ta vendimin e tij për t'u larguar nga loja. Ai u shpreh se ky vendim nuk ishte as pak i lehtë, por i domosdoshëm, pasi gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar dhe e bënte të pamundur qëndrimin e mëtejshëm në kushtet e izolimit dhe presionit psikologjik që sjell formati. Banorët e pritën lajmin me habi dhe trishtim, ndërsa disa prej tyre nuk I mbajtën dot lotët. Vrenozi theksoi se kishte hyrë në Big Brother VIP Albania 5 me dëshirë të madhe për të dhënë maksimumin dhe për të shijuar eksperiencën. Por shëndeti I tij tashmë ishte prioritet absolut dhe nuk mund të vijej në rrezik për asnjë arsye tjetër. Momentet më prekse erdhën në çastin e largimit të tij nga shtëpia. Me lot në sy dhe zë që I dridhej, Ilir Vrenozi u përshëndet një nga një me banorët, duke falënderuar secilin për momentet e ndara së bashku, për mbështetjen dhe për eksperiencën e jetuar. Largimi I tij shënoi një kthes të papritur në dinamikat e lojës, duke lënë pas një boshllëk të ndjeshëm në shtëpi. Emocionet arritën kulmin gjatë përshëndetjes me Stenaldon, me të cilin Vrenozi kishte krijuar një raport të veçantë gjatë qëndrimit në shtëpi. Dyshja shpërtheu në lot, duke e pasur të vështirë të ndaheshin nga njëri tjetri. Në atë moment, fjalët e Vrenozit ishin të mbushura me dhimbje dhe sinqeritet. Nuk e përballoj dot, jam I sëmur, I tha ai Stenaldos duke e përqafuar fort. Ky largim I papritur preku jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun jashtë saj, I cili reagoi menjëherë në rrjetet sociale, duke shprehur shqetësim, mbështetje dhe urime për shërim të shpejtë për Ilir Vrenozin. Shumë ndjekës e cilësuan vendimin e tij si të guximshëm, duke theksuar se shëndeti duhet të jetë gjithmonë mbi çdo garë apo çmim. Me largimin e tij, Ilir Vrenozi heq dorë përfundimisht nga çmimi I madh I Big Brother VIP Albania 5, duke mbyllur kështu rrugtimin e tij në këtë forma. Megjithatë, ai largohet duke lënë pas një imazh të fortë emocional dhe një histori që do të mbahet mend gjatë nga publiku dhe nga banorët e shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.